8 qershor. Përlëvdo Perëndin me trupin tënd. Sepse u blet me një çmim, përlëvdoni Perëndin pra me trupin tuaj dhe në frymën tuaj që i përkasin Perëndisë. E pare Korintasve 6:20. Adhurim është termi që përdorim për të folur për të gjitha veprimet e zemrës, mendjes dhe trupit, të cilat shprehin qëllimisht vlerën e pafundme të Perëndisë. Për këtë u krijuam. Adhurimi mund të jetë të kënduarit në kish apo edhe pastrimi i dyshemesë së kuzhinës. Kur mendon për adhurimin, mos mendo thjesht për takimet e adhurimit. Ky është një kufizim i madh i cili nuk gjendet në Bibël. E gjithë jeta duhet të jetë adhurim. Merr si shembull mëngjesin apo zemrën e mesditës. E pare Korintasve 10:31 thotë: Pra, nëse hani, nëse pini, nëse bëni ndonjë gjë tjetër, të gjitha t'i bëni për lavdinë e Perëndisë. Të ngrënët dhe të pirët janë gjërat më pas dhe më të zakonshme që mund të mendoni. Çfarë mund të jetë më reale ose më e zakonshme për njeriu se sa të ngrënët dhe të pirët? Për pasojë, Pali thotë se gjithë të ngrënët dhe të pirët tuaj le të jetë adhurim. Ose fol për seksin. Pali thotë se alternativa e kurvërisë është adhurimi. Aratisuni kurvërisë. Çdo mëkat që kryen njeriu është jashtë trupit, por ai që kurvëron mëkaton kundër trupit të vet. A nuk e dini se trupi juaj është tempulli i frymës së shenjtë që është në ju, të cilin e keni nga Perëndia, dhe se nuk i përkitni vetvetes, sepse u blet me një çmim. Përlëvdoni Perëndin pra me trupin tuaj. E pare Korintasve 6:18-20. Do me thënë, adhuro me trupin tënd përmes mënyrës se si e trajton seksualitetin tënd. Ose merr si shembull të fundit vdekjen. Ne do të përjetojmë vdekjen në trupat tanë. Në fakt, vdekja do të jetë akti i fundit i trupit mbi këtë tokë. Trupi do të thotë lam të mirë. Si do të adhurojmë në atë akt të fundit të trupit? Përgjigjen e shohim te Filipianëve 1:20-21. Pali thotë se shpresa e tij është që Krishti do të madhërohet, do të adhurohet, do të tregohet që është i denjë në trupin e tij me anë të vdekjes. Më pas ai shton, sepse për mua të vdekurit është fitim. Ne shprehim vlerën e pafund të Krishtit në vdekje, duke e llogaritur vdekjen si fitim. Ti ke një trup, por ai nuk të përket ty, sepse u blet me një çmim. Përlëvdoni Perëndin pra me trupin tuaj. Ti je gjithmonë në një tempull, ndaj gjithmonë adhuro.